Zoti Berisha, teksa ju po luftoni që të përsëritën zgjedhjet përmes një qeverie teknike, alati juaj në burg, Ilir Meta, po mendon për zgjedhjet lokale, duke paralajmëruar se do garoj pra me siglën e vet dhe jo me Partisë Demokratike. A ka një krisi me Ilir Metën, Zoti Berisha, pasi edhe kohët e fundit ka pasur, mund të themi, një verdikt sa i takon pozicionit të tij juridik, duke u shpallur, duke i ndryshuar edhe duke u shpallur pandehur, djes. Ndërkohë nga ana tjetër nuk ka pasur një reagim nga ana Ilir Meta është një burgosur politik për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë madhështore, ai është një burgosur politik. Kjo është mendimi ynë. Pastaj, për zgjedhjet tjera, çdo forcë politike bën zgjedhjen e vet. Kjo aleancë vetë kuptohet që është një aleancë ishte për këto zgjedhje. Për këto zgjedhje.